Yasir Hasani është kthyer të tundërjetën në Ligën e Kampionëve të Azisë, këtë herë në AFC Champions 2, që është turneu i dytë për nga rëndësia në kontinent. Sulmuesi shqiptar Yesteglal ka shënuar që në startin e sfidës së kthimit në transfert ndaj Al Hussein të Jordanisë, duke i dhënë përkohësisht avantazhin ekipit të tij me një penallti. Ai u ngarkua të ekzekutonte penalltin që në minutën e 10 të sfidës dhe nuk zhgënjeu, duke transformuar me një panenka për të mashtruar portierin, ndërsa e festoi golin me një festim si Ronaldo. Në startin e pjesës së dytë, sulmuesi tregoi të specialitetin e tij të majtën nga jashtë zone, duke shënuar golin që ktheu ekipin e tij përsëri në avantazh me shifra 2-1.